Ama nuk ajo shka njerë. Ju nuk e dini se si bohen muçkat, duke s'keni ngju hala për çuçkat. Mirëmbrëma telespektator të nderuar dhe mirë se na keni ardhur në episodin e 19 të Natkastit po çuçka. Falënderit për përkrajen, falënderit për suportin, vazhdoni të na ndiqni. Nuk mësot i vjera që t'i shkapin. Vazhdojmë rëndësia? Vazhdojmë. Mos harroni. Të bëni follow në Instagram, follow në TikTok dhe follow në Facebook. Nëse ju mërzit të tipni ke këto platforma që i thot Lili, ju lirisht mund të na vizitoni në website-in ton oficial chuçkat.dale.mk. Aty gjeni kit informat. Ja. Mangët mëra. Qish jeni vesh me kështu. Hapëm. To se dugmen pra sa. Pse jeni vesh kështu? Vllau kom. Jemi veshur rretia, pse mo veshe, na festojmë. Kina fesht? Kemi festa përsëri, kemi sebeb të festojmë. Po. Prap feshte kini. Po, Pra, kina feshte kemi. Po çish boni me këto feshte tolla, si keni nis për episodin e parë, feshte 7 marsi, 8 marsi, Bajrami, Arife Bajrami, 1 maj, 2 maj, 3 maj. Ej, ne Zdi Gjigja Gjo. nuk kemi faj që jetojmë me një shtet ku ka shumë festa. Po, Multikulturor dhe multifetar. po, me irë thot njeriu. Ne nuk i bëjmë ato festa. Me irë thot Shteti njeriu. i Jalla sa feshta ka be kishtet janë. Shteti jon ka regjia, 11 festa janë kështu shtetërore, e në një 10 qera janë kështu të komuniteteve të ndryshme, fetare, kjo, ajo më thash, e ne, kur i rumbullakson, vinë 20 e kusora. 20 e kusor 30 festa duhet kjetë. 30 festa. Ju shtetit i dini ma fort. Festa, po, shumë festa. Po s'kina fajnë. A shkonin ponja aso feshtoni? Po, e ne shkeme në festim. Okej, ju qish feshtoni sot? A më feshtoni për këtë papën që u zgjodh? No me për ajri që aftë papës, nuk o problem. Papën e ri. A ke pa i thojnë papa i ri, a i pjak? Po, pjak me në, Nuk rënë gjatë këto papa. E ri. Nejse, urime për papasiton. Papi qullo. Ju qish festoni atë? Unë personalisht festoj 15 vjetorin e maturës. E në unë festoj 16 vjetorin bashkë me të i regjia. Do me thane në unë e festoj 16 Pa, vjetarin. pa qjeto. Jo, unë nuk e festoj 16 vjetarin. Pse? Unë e festoj 10 vjetarin e Agram Construction. Urime. Dhe për të shanuar këtë feshte, unë e kam një dhurat nga Agram Construction për ju. Hajde dhe bakallëm. O bakallëm. Qfar në gë? Qëllë, unë si shishirë më do të pares. Torte. Po. Pa atër neve na bie të thujmë urime ditëlindjen Agram Construction. Urejt u boft Gjur Khalifa. Qishtë të tonë. Amin. U boft me mjekët bardh. Freje të adi se unë s'kom kompresipi këtu. Uf. Hajde. Urime për Agram Construction. Urime. Agrami ju ka sjell një torte, do me thonë me një sebeb dhe feshtonjen e 5-16 vjetorin e Shumë e maturës. zjes, më duket regjia. Dersa Golden Eagle ju ka sjell nga një Golden Eagle i cili përshtatet me outfitin tuaj. E kuqe dhe blu. Po si. Përderisa ju jeni vesh si ato qeshmet. Njëjt i ftafët e njëjt i ngrofët. Më duket ka e prapa, duhet të njëjt i ftafët këndit dash. Ska lidhe kjo të Slovenisi në nësja ta. Si doni lidhen këta. Nëse ne na qesh mja kusho bojleri këto. Me se dihet kusho bojler. Më nuk ka vëllerëzi. Ka protoshni. Ka protoshni Paska. bojler. E ratë nuk, e din sa i vogël o, ish nuk zën vend. Po unë nuk jam i vogël. Pa nejse që prap nuk zën vend, vendin e duhuri. Respekt për ju që e festoni 5-16 vjetorin, po jalla e mani mend ku e festohet, si e festohet, pse e festohet. Maturën mendoj. Maturën, unë në Tetaf e kom festo, për shkak se në shkollë mesme kom qenë në Tetaf. Në qatë e maj mend, se kom feston në Tetaf, ali. Po, në unë e maj mend se ke feston të top, se në unë erdhat për cela, dula një. Po, ke qonë, e vërtet ato se ke qonë. Diskriminim, kjo musëm ka ertën për cele. Nuk ka kishte familjarët e vetë,
Familjare. Po si, Një udhë e dipon. Një udhë dipon. si, Ne jemi një gjenerat, më vinë keq të je pak Ali. më i vogël. të je pak më i vogël se ne. Po, pak, ma i vogël, jom se jo. Te ku e festove? Unë ku e festova maturën, unë maturën e festova në Gostivar. Me një salon darsmash. Salonon duli. Salon darsmash, mendoj, ishte natë magjike, thushin se dhe jetë. Thushin se o një natë e pa haruar, ama fatkeqësisht une e kam haruar. Te gjithmonë me E vet një gjo që ma e ment une është se mas mature një 6 javë ashtos i bje, kom qonë lauza. Kom lingo mas maturës, Apo ishe shto e provetat kuqe? Kileksana. No, Ka gjohën pushin t'lingje. Lingojsha vllaj, mas 6 javë shkova ke baba. Shkojsha shpe. Ishte një periudhë të rëndë, atë e maj mes. E manë. Ama maturën kështu që shka ndodhë, që shka ndodhë. Bravo. Është Edhe unë e posedoj informacion pi shokut tonë për bashkët, e Richit, e në shokut klasës ati, Po si. se Alili nuk man ment asen për maturës, se ndoshta e nuk ka hip mrenda ati, ka vërtet o kolla ati salonit darsman. po, ai që t'ka dhonë informata, ai unë kisha partner, ka majnë e partner kisha. Ate kisha partner unë, mrenda në salon kisha partner, jashtë salonit kisha partner Richi. Po si. Rene mendoj se ne gjimsën e maturës e kalon për jashtë të e qollu fasadën e salonit. Me thonë në Iceman, me. Aj, nëse man ment unë krejën e peste, nëse s'maj ment unë qysh do man e ment. Një darë trokitje për Rich. Respekte, ciao. Për natën e maturës, Po, kur jemi ke natë e maturës, pse është kjo maturus, maturo, nata e maturës? Atë se Maturus? kjo unë sa e shoh, matura s'ka të bëjë me shkollim. Te faktikisht përfundon një shkollim të mesëm, ai thonë feston natën e maturës. maturë kur rejtesh i thunë, ha? Po kjo vin si, dhe më thonë, fjala maturus në këtë, thoja emnin, Sërbisht? në të serbisht, në Latinisht, latinishtën e vjetër, dhe më thonë, është për një fast pjekuris, quhet maturus kur je më i pjekët, kur je vendimarës, e ne quhesh i pjekët, maturus. E ne si pasoj e kësaj, si kundër përgjigje e kësaj, vin nata e maturës, me sa kom informatu une, e ne dhe me thonë tip llogaritë si i pjekët. Që përdojnë me thonë se natën e maturës te piqesh. Ate piqesh, një në para ke qenë pa Pa pjek, pjek? ma pa piqesh. Je semi maturus, ma pa je maturus. Maturus. Do me thonë gjymë si pjeket je semi matur. A, Po, Lina? atë ndarësëm je në procedurë të forës. Une isha pa pjek. Se une nuk i bona në 18 vjetë matur. Po, Une kom qenë semi matur. Te frish ke qenë, Semi i pjekur. Semi pjekur. Middle, si i thushin asaj? Medium rare. Medium rare isha. Se unë 18 vjetë i bëj ngusht. Ngusht, Po, matura është në maj, Ke qenë asaj ove, tu u pjek ke qenë. ama prap që ate, pa pjek isha. Po. Statistikisht, nëse qymë mature kur i bon 18 vjetë, une nuk i kisha 18 vjetë. Nuk i ka pas. Në Do me thonë, natën te- e maturës. Te je pjek 2-3 muaj mas natës. Mas maturusit. Fatmirësisht. Që përdojnë me thonë se periudha një ku e mbaron shkollën e mesme është ajo periudha ku te piqesh, e ne kamet maturus, po unë mendoj se kjo periudha pi momentin e parë kur e vendon atë çantën të gund 6-7 vjet kur kje, Po? një në 18 vjet, një natën e maturës te hen me një sistem arsimor, me një sistem ku te deshte duhet shkrysh shkolla, je obligot, e në gajlet ti manë që tërkush, do me thonë, kjo një feshte që te e përfundon atë misionin ton që e kje një në 18 vjet, mendoj unë. Po, mendon ti. Po, Ana nuk kje fajte, ama vend sistemit, unë mund të thom se notë e maturës ma shumë i ngjan asaj se te mas 13 vjetëve kur lirohesh pi burgu, Pse me pi burgu? po me në sistemi arsimor është si një rent burgu. Për i me njona, më rejmë gjakamete na me ma vjetin këto. Te pi kur e vendon çantën krah, te nuk është se don, nuk të pejtën ndë një adon. Po. Te të pesin shkollë, ta hapin çantën krah, ne te më çantën mund ta fugish vetëm kur bëhesh maturus. Maturus. Po, kur e kje notën e maturës,
I del ati sistemit shkollor që e kje obligative nëse nuk jom nga Po, është obligative. Se edhe shkolla fillore edhe shkolla mesme janë obligative. Po, e vërtet. E ne te pash në atë vakët e dikton se mas 18 vjetëve i merë do obligime më qaf. Po, i merr litarët në përkom. Te i feston se ti nuk e di se ç'isht pret më rapa. Atë mund mendoj se te feston pavarësia. Ditën e Ti 29-torit. nëntorin e vetvetes, Po. ku ti mendon se ti ke shputon një send ku ti hjek ato galet, hjek do mini gale, a nuk e di se ç'isht pret më rapa. Me bete atëri kje 15, 17, 18 vjetë nuk mund ta dish se qish gale ka e 17 vjeçari ka e din se te qish gale kje taj. Po merë, dusha të thëmë që për mendimin tim, unë nuk dhe kisha, ti e me këto ment, atë asnjëherë nuk dhe kisha feshto, dhe kisha qajt bile. Po e në qaj, ka fondi Ama zonë nuk në ato qaj. qaj se si dhe shkepen, si të ndanë, ato valet e përbashkëta, i kini parasysh. Unë mendoj se në ato vakte kur janë ato nxënës 15-16 vjet, ato galen më të madhe e kanë provimin, testin, se E provim ne nuk përsëritjen. kanë ata. Test Me përsëritje, nota. hartim me shkrim, hartim me gojë, këto gjojat si i kanë, ato i kanë gale. E ne ato njerësa të bëhet matura thojnë qeshke sa ma frektësose që kjo shkolla që çputojnë piktimve galeve të shkollës. Po, që ti ka pe galet e smetkës. Po prandaj po them unë se pin 6 vjet, një kur bëhen maturus ato, 18 vjet, një notën e maturës, ato nuk kanë asnjë përgjegjësi morale, penale. Po. Përgjegjësia që ato e bëjnë e merr tjetër kush. Po, normal se njëra atër kur kujdeset baba. Pa. Për shembull nëse bën një problem fëmiu, njën 18 vjet duhet kujdeset baba. Po e në Ma- përgjegjësi merr. E në përgjithësi merr baba, do me thonë, masi që i bën 18 vjet, te më i e njeri llogaritësh, njeri i pjekët. Ja i e ja si e do të thosh. Llogari, ç'do Se nuk e ka di. dhe njoni 80 vjet kujdeset baba, nuk Dhe 18 një vjet. jet evergreen për herë, jeshil. Varet sa Atëherë- babën e fortë e ka. Rast të specifike. Po na jo luni rënd rëndësishëm. Java nëse i ka ushtru baba kjo oksigjeni që Mund ta ket fort. Mund ta ket babën e fort. Me u shtru baba ke oksigjeni, ai jet maturus semi Për maturus. herus. për herus maturus. Semi maturus. Semi maturus. Regjia që ajo është muhabeti, është se dusha të thomë se mrapa te i merë përgjithësi, ene për vetë-vetën, ene për kitë I merr veprimet toja. kërpeshat në dorë, mendoj. I merë dizginat. I merr me një laf. dizginat, ose i merr dizginat në dorë ose litarët në përkonte. E njona pjative është, Era ju. njërë 18 vjet të i pagalej. Njërë 18 vjetë qonë baba për veshë kështu. Mas 18 vjetve, Montenburg tipish. Po. Më thonë. Për shembull unë kom një pyetje për ju shtej. A është shkollë mesme kjo periudha? Ki kur hip viti parë, një vit një kur bësh maturus, si një temel, si një gur themel i krijimit të karakterit të një njeriu. Po. Unë mendoj se shkolla e mesme është një pi periudhave kyçe ku njeri merr kahje për jetën e vet, merr zanat për shembull, merr informacione që don t'i kiet për shembull sende që don t'i mësone ka da ta vazhdone jetën, si dhe vazhdone. Më thonë është një periudhë ku te mo nesën e krijon atë rrugën tënde me një laf, nëse s'jom gabim. Nuk e di ajo këndvështrimi jot. Po, unë mendoj se Çfarë mund të ftofët çish mendon? po, ujt i ftofët mund mendon e gjithë se. Unë mendoj se gjimnazi ka një periudhë 4 vjeçar ku njeriu e formon karakterin e vet, ama nuk do isha pajto me temelin. Se temeli mendoj se fuget në shkollë fillore. Se si zakonisht. Eksperienca im personale është se unë ato shokët e ne karakterin që e fitova në shkollë fillore, e vazhdova në shkollë të mesme me që ato shok edhe me të njëjtin karakter, nuk e ndrova atë pikpamjen time për jetën. Mera, ma unë dusha të thëmë se unë për shembull kom qenë shkollë të muzikës, shkollë të mesme. Njerë klasën e 8, unë nuk kom pas qash informata për muzikën. Kom pas kështu informata bazë. Po ama te ne Shkova, e kendro qytetin shkollë të po, mesme. e në unë shkova isha i detyru se s'kishte shkollë të mesme në Gostivar, unë shkova në Tetov të i regjia. Ene isha i detyru për balë me sfida të reja, informata të reja, me sende të reja, për shembull unë kur shkova shkollë të mesme, nuk kisha as një shok, kur e pash një shok veganin pi Gostivari, unë nuk zova shumë. Çani do të rëpitë. Respekte për veganin, për që mu bo ajo shkolla, mu gjando hakaret, se nuk e disha se
jena me një klasë, se ne një klasë ishim ne ishim një klasë me 17 veta. Qytet kanë qenë këto Po si Vatikani. Po, ke komite për rejta atë. Bile asni, se unë shkysha e vizitoj që shpesh. Asni shkollë tjetër të mesme afër nuk e kishte. No, Si këto ke shkolle muzikës jini me një obor, s'ka si kene si ishte ekonomike me veç Jo, mëre vëlla qëtësi e madhe aty, baf që, e di sa lezet, si në Cambridge. Po kishi papën ju aty, kishin ju papën. Se këto si në Vatikan pas kanë mësuar aty. Në vëlla, jo është një shkolla mesme, për shembull gjenerata jonë ishte një klasë. Gjenerata tjetër më e madhe një klasë, kitë ka një klasë ishim. Kupton? E në ti, për shembull, kishe shok pi struge, pi dibre, pi shkupi. Ka pas diversitet këto. Ne kina pas ne ishim shkollë, do më thonë me vlera të zotnej. Shish me vlera 17 veta pas e da, me 17 gjenerata 17 Pa veta nuk me të dalin vlera. kitë kompozitor, kitë instrumentalist, sa duhen ti. Këto kanë qenë në shkollë të mesme profesionale, miko. Po, Sheve, ku si dusha ka një dal? sen tjetër këto, se unë u peta për karakterin, ju u lidhet pak ke profesioni, karakteri, te tha e unë e kum fuk themelin shkollë fillare, pa I ke fuk themelin shkollë fillare, ama në shkollë mesme, periudhe shkollës mesme, o ku te hen viti par, pa mjekër, si coll, Po, a del bur, maturus. Shef. Thon, kitë ndryshimet fizike, psiqike, biologjike, kitë ndodhin në këtë periudhë, 4 vjeçare. Pajtohem atë, pajtohesh. unë me të regjia, se unë shkollë fillore, pse isha pak ma herët, mendojmë kanë qo pak ma herët mu në shkollë, unë visha ma I vogli në klasë, me trup. Gjimnas unë qashtu ma I vogli ipa, ama nuk dula ma I vogli. U rejta pa e gjinë gjimnas, në fuga trup. Ta e bo ma I matë se unë. Nobe nuk do me Ama merbe, gjimnas te zhen mo I gdhendën shumë ma mirë se në shkollë fillore, se shkolla fillore është një regjim pak ma I fort se sa shkollë e mesme, se shkollën fillore te kje shumë kontrol me profesorët me bordin ekzekutiv atë sun bësh shumë gjoja, e ne I kufizot, ndërsa ke shkollë e mesme te masi e shef vetveten, zen ta njofish vetveten pak ma mirë se sa po, shkollë jo, fillore, temelit, që kjo është e vërtet, se te vete zbulon karakterin ton, të emocionet e tuja. Për shembull, a di si ka qenë shkollë profesionale, ki ka pas Unë nuk kom këtë Jese diturisë. isha shkollë profesionale, pa ne duhet të më qëmë 6-15 ta kap autobusin shkoj për ditë. Pin shkollë të mesme që këto gajle ti ke. More vëlla viti I parti, 14 vjeç super ishte. sfida, ki ka pas super Super sfida. sfida ke zgjas busi prej që për jashta I moqmi, që ta ip autobusin, më 7 gjimës fillon të mësimi. Alilala, dilli nuk ishte lind. Ron, ta e mor vesh pse Ene, kanë raf jokët. Valle merë kjo stipe. më kupton, ne une për shembull shkonte në qytet të huj atë që nuk njeh asnjë, kisha vetëm një shoq, ma pa normal tjerë ti njoftava u xhando rrethi. Ama ai So gjando ma shumë se 7 Në me 17 vetë kular që kam pas, nuk tre. Nëse duhet të them se ka qenë edhe një sfidë. E ne mund ka krijo për shembull që unë taj një pavarësi në atë kota kish, ajo ka qenë dënjonin baba e çonte në shkollë të mesme. Aja. Dënjonin e në fakultet e që. Po llafi vit. Din ajo nuk është ashtu, ama ka one disiplinës, unë mendoj se ka bo mirë kjo shkollë e mesme për ti. Shkollë fillare se di ku ke qenë ti, ama Ke vëllaznjë bashkimi. Tamam, nejse. Shkollë të mesme kene nuk kishim kështu gajle si kishe te më 6-15, nuk do është të në quana, ne? Lutem. Gjimnazin e kishim afer, 7-15 niste mësimi, 7 në quesha, më quishin, nuk më quesha. Fatë mirësisht une shokët i kisha di shok afer si I kishim shpejat, e në vetë nuk kom shkollë të mesme 4 vjetë. Pasi Dimnit me taksi ose me qire nëse kishim fat na quë edhe një. Verës shkëshim kom na të nane, pin saba, ose mas dite. Ndoj për ne ka qenë jo sfit, po ka qenë pak si lezjet. Shkollë e mesme në gjimnas, aj si ka bo shkollë të mesme në vaktin tim, në me thonë, generatat 2005, ose 2010. Ato e din mirë se ne... Që kanë baru, nuk që kanë lenë dimet. Nuk që kanë lind, unë kom lind 91-shin, ama kisha generatën 2005-2009, ashtu e qyshim ke ne, kje ka pas 2004-2008 bashkë me ti. Ato që kanë mëson atë vakët e din shumë mirë se gjimnazi ishte tata-mata. E ne kjedin.
E në kje di se një herë mujt e merrshim Ke klasa u shkyshe. E ka ditë ku- Arsimtar kemi një mysafir. Po si. Kemi ndadi. Po shkysha ke shokët e vlla se ki shok të me shkon në gjimnas. Mu shkova veta që si del lezjes. Ja hiqim mallin pak. Po Po si. nuk te e ke ditë ku o lezeti, e ne ke Në shkysha ke atë. këto e në kur shkysha ke këto frejke shova. Se ne ishim, Po to me, ishim te- pak radikal kështu Se si. i emson general. Vatikan. Kur vin atë në Kin, e Po. shef se To ka nishi shumë veta në klasë vlla. Me këto ke këto Ne kishte generata, që të lezjet. shef, kishte 7-8 klasa ke, ne? Ka 30-40 veta minimum ishte. Ke klasa im kishte 43 veta e ne ishim. Plus asaj që morin me medicinën se kishim. Ajo ekstra, nuk se ta i kanë dajt medicinën me gjimnazin. Vaktin ton, medicina me gjimnazin ishin me një objekt, ala jon me një objekt, ama nuk kishim morë ne. Po si. E në ato në medicinë si mësoshin, e në në gjimnaz, shefeshim, e në pushim, e në Një hyrje kishim. një Shpek hyrje, kanë një dalje. Plus asaj, e në ekonomike ne kishim një morë mas. Shkollën e mesme ekonomikës. E në bajgji njerës kishte, do me thonë, gjimnas kenet mësosh në atë vakët ishte në sfit, normal. Feshte, se te kur shkojsh në shkollë, shumë zënës, për stepër në zënës kishte. E në te për ta difto vetë veten, atë duhesh të ti esh pak i prefët. I egar, ha? Nuk i egar, po duhesh të ti esh pak Syqel. syqel. Si që. Ma betë se atë shën longu një nuk ta i bojt pishmom se s'ka e gjimnas. No, veli e i këti që. Unë jam bo pishmon për gjoja tjera, ama kile bëhet pishmon për që qatë që s'ka ert në No, gjimnaz. nuk jom bërë pishman, unë normal e kom gjetat mungesën e shokve, se unë njërë klasën e 8 kom nejtë bashkë me ju, kom lujt, e kina dale, e kina bërë sendet për bashkëta, për shembull, ama e kisha qef muzikën, e ne isha i detirot të shkoj atje, se e ndjesha mungesën e shokve, normal se ndjesha. Unë se kom gjemë. Ne nuk e kom pas kollaj, unë e të vendosi të shkoj vetë atje. Te kam Na, do vendos të dish. prinderit për. Jo veç Në- ka No, vendos vlla, prindaj, vetë kom prindet edhe. doktora i ka që Unë vendosën. kishte vendos baba jem do ishte doktor të buhem, o zot. Prap të tavë dëshkysh. Po prap të to. Sa një pas ke hikte to. No, valla, unë ki gjimësën e jetës të tafe kom kalo. S'ka Për që lidhje. rastin të përshëndes të tavën, regjia. Se, ato shok të klasës tu janë në ndjekin, Po, pa qeter. në hapin like. Pa qeter, për shokët. Që do me thonë, hala support që gjithë klasës i bëjnë. Po pse shok të klasës e mej nuk ndjekin, e në ato hapin like, në ato, e në unë i përshëndes shok të klasës. Po e në shok të gjeneratës, se unë kom pas bajgji shok, nuk kina qonë 17 veta. Kina qonë një 1700. 1700 veta kina qonë. Respekte. Kina qonë një generate mrekullushme, që sot e kësaj dita ala kina më abet. Nëse kthehemi ke shkollë mesme atëherë, kom edhe një pyetje shumë interesante për ju. Hajde. Masi që shkollë mesme qënë ka gur themeli i karakterit e i njohtimit të emocioneve të reja, jalla hopa, shibi David hopa, a është shkollë mesme forejku i dashnejes? Regjia të kallëgje drejt une, ti jam kësho i sinqert. Ne nuk ishim vakët për dashnare, se autobusi i fundit 7-15 pitetove nisështë për të ko. Pa më mëherë. Ne ishim dashurot në instrumente. Se ne ishim artist. Jo me, Merme- kanë që dashnej me ki. kontrabasin. Me ki, mbin keq, në Vatikan këto kitë kallugjera kanë qenë. Nuk ka pas pon me dashnejen. No me e kisha lavi se ne kishim. Shumë buri keqo. E kisha lafi se nuk ishim në ato filma, ne ishim të koncentrot vlla. Pa me. Të mësojmë të bim Dashnej me trumpetën. Çfarë dashneje o zot ne garenshim mësojmë dëni vepër piano, të tapim dëni provim, se kishim në provime në shkollë të mesme. Vlen ta theksoj. Si be Kupton. dashnejën se keni provom? Mbin keq. Ne kishim dëni simpatiqe kështu, dëni sen kështu. Ndaj harpit, kam pas simpati. Ndaj instrumenteve me tela. Da, emocioni ma i modha kur tras shtimatet gitarë. Ne ishim shpirta artistik, o zot Si ne. be mondet për këtë dalet se shtajte ma qëll gojen mu kështë. Artistët njihen për emocione, për dashnej. Si keni boju muzik pa më pa dashnej? O vlla, ke bo muzik për të keqës se o dashmora ta bësh. E ne ajo dashneja don s'don do të linde, se te nuk je vakët për që tërsa.
Se ti jesh me një shkallë muzike, duhet ti jesh 24 sahat me një instrument, apo me një duhet të shtresho vlla, nuk jebe vakët për dashnej, qish dashneje? Dashuria nuk njeh kohë badi. Romeo në viteve dimita. Lila, jalla te me dashneje si ke hallet. Qish ta thom unë? Ose prit një sekond, Lila. Qish ta thom unë Beregjia? Ha? Oh. Oh. Më vrave në zembë. Tjave që difton me dashneja vakët gjosen, që te pikuripën viti para, te dhe e parë që shu bo, kene ishte dashurome. Ashtu. Dë njone një dashurohu tërtë në gjimnasat. No, kene esenciale ishte dashuria. Ashtu. Pa, ne nuk kishim dashuri ndaj librave, ndaj harqeve dhe instrumenteve. Ne fatmirësisht kishim shumë njerës. Me femna e në meshkuj. Probabiliteti për të dashurohu ishte shumë i madh. Probabiliteti për të dashurohu ishte shumë i madh. Si tha kallogjera. Ne nuk ishim kallogjera. Ne jetojshim Venecia. Don Juana ose ato tjerit si ishin ato. Koza, si Me gjnuna. Kishte pjot në gjimnas. Një pjatimve fatkeqësisht kom qone në une. Dashnor me emër. Edhe me zemër. Ave vetëm pa mbi emër. Njifet si njeri emocional, a Lili është Kom qon emotiv, kom qon tip i dashurushët leht. Dashurosha leht. Ashtu. Edhe i prekshët. I prekshët I isha. prekshët parat ka qon, po. Interesant ishte, sa i përket o foreku i dashnejes gjimnazi, unë me eksperiencën tim personale mund të them se po. Ishte foreku i dashnejes, provom atë, si o të dush, si o të dun, po provom e si o të trattojnë. Ka pasën e theka, Ka pasën e theka, mendoj që qaj vakët është. Ishte interesante. Ishte interesant gjimnazi për punën e dashnejes. Kaloj, ashtu, kështu që shkoj, urejta. Më mërzit, o Ali. A ver, ka. No, e ku me emocionu. E ke këpot. Me thonë, e zjelin e vaktit. E zjeli vakët shefeshte, hasret ta shofi shonën e në djetë më luatët për tërmosh. Jalla, dëni cigare ka durët, shëdin dëni zhilet, dëni sen. Cigare ka durët nuk kom bo kështu gjoja sende une, nuk kom Filma qon shpashtu. dashurusi dhunës, ama i kom bo dom vetes kështu psikikisht. E ke mundohë. Nuk fizikisht, psikikisht kom domtohu veten. Kom bo në dom material. Material. Po, dom Do të material. thosh se ke argjit pare shumë? Nuk kom argjit pare, po thjeshin, telefona, branika, dani gjom, Ashtu, dani sente. që Bo është, që vakët gjimnazi, sune Emocione. emocioni më thosht, atërës ti mendon se je dashnori ma i forë ndinjo. Ta i shef e Zelin e bo filma, shef Rosalindën Zhaden e boju atë i tullish karakterit gjivot, ama nuk e din ta kisha këtë ment atërës. Dhe ishte ndresh, ama kështu ta formuloj më abetin, nuk jom pishman. Pi gjimnazit, mësova. Po them regjia se gjimnazia, 4 vjeçari i shkollës mesme, kryesisht të njofton me shumë emocione të reja, e zbulon vetveten ti, një vetveten. E në del maturus. No, pikërisht për që qatë unë ta apë drejtën te, do me thonë këtu, ja hakli. Po, vetëm një sen dushat shtoj regjia, nuk bën për mendimin tim, nuk ka merë të pravatën e kjo punë e dashnes kur je në shkallë të mesme, se shumë jënë, do me thonë, afër e kje mundësen për devijo. Më shkësht ai në shkallë të për dashnoret, për shkësht në shkallë për të so. Jo vetë se nuk devion. Dashneja e merë është. Valla e bile, që nuk ka bo këtë shef, ala unë kom do fjok e kreja, nuk ka problem për atë. Merët dush, nuk ka keq dush, ama merët dish, cëllën ta dush. E Nuk ke devion parasysh. se nëse e marrim një Shumë gjeneratat i rijeve regjia mund të rishesish atë. nëse e marrim gjeneratat më të hershme, i biçi baballarët tonë, nonallarët tonë, Qa atër jonë marto? 80% janë martohet në dashurut për një shkollë të mesme. E ne vështon sukses shumë, martesën. Sukses. Është forik dashneja është. Forek dashne, e në unë pajto, mendoj e në plus ta vëndoj një kështu. Bile unë dhe u kësha thonë në një sen tjetër, Hajde, çish do na kisha thonë ti? Çish bëni me ki?
Ki do në thote një gjohë tjetër. Hajde. Ki do në thote se Angjoni. Nuk ta e nxjerr, po. Ta e mera, okay. Alfa Plasti bondo gjoma kështu dollapet mera, sa që ene zonin nuk mund ta ngjysh. A do të ta diftone regjia? Bravo, Dysha regjia. dër tërkitje. Përshëndesim Alfa Plastin, Respekte për. që bën 2 herë dollape. Shyko. Shiko. Po. Do të thënë zoni nuk do A për bet tonë. nëse don të analish zonin, do kujt det Jam shel dollap. Shiko, jam shel dollapin si regji. Kështu ka qenë dashneja në të vak. Më thonë se s'ke pas te smartphone-a, WhatsApp-a, ta gjojsh. Më thonë, te e gjishen e sa mirë që ti foli që ja mund të Qishë më thave kjo, shkoj, nesër dhe Kam shomi. shel dollap. Rej garen mas kombive te kur vinë kur shkoj. Bëheshin dëmet materiale. Ma pa fuk ma ta telefon. Interesant. Në me thonë, ju kini një farë empatie, një farë nostalgjie për vitet e shkollës mesme. Para dhe të kemë unë ke note maturës. Maturës. Qish ka veçant note maturës, me që jemi në praktë, në vigjilje të feshtave të notës maturës. Pse aq madhështore note maturës? Regjia, po është interesante kjo se si pone e kësaj një majte, si pone e bajromit, si pone e kitë këtive para feshtave, e në kjo ka një para pregaditjet veten. Merë po, për dallim pi, dhe më thonë, pi këtive qerave, para pregaditja e kësaj fillon nuk një dit para, një vjet para. O bali, si dhe qysh nësa jo nota Arifit, Kjo është 4 vjetori i Arifit. 4 vjetori. Se te pi vitin e parë në gjimnas kur hipën, kur e shefat në gjimnas. Shte më fat keqësisht a diste, nuk s'mon ta bëjmë një muhabetin e njëtë se ne kina qenë dimi veta atë. Ju se di si një zgjet atë. Ne me gjimnazin ishim Si bashkë një atë. zgjet se ne sa hipëm viti parë në gjimnas, kur e shefat tollo veti, mendon si dhe ishte note maturës e jona. Po. Do me thonë, që a dusha të ta potencoj, se te mo kur afrohet viti 4, të nesën me ndonë si dhe që dhe bëjmë për matur, ku dhe shkojmë për matur, pa si dhe ta kalim, pa dhe dalim bashkë, pa dhe shkojmë pak në ekskurzion, pa që raqe dhe bjim, po cëllën dhe e bëjsh partnerke, partnere më thashe, Ishe si polingik su më ka pas gjivja. Pa dusha t'ja ceki pare sa ma po merë. merme nuk full vetëm për shkollën tim. Si e kanë zgjedh partner kënë këto se pa. E kanë dajt proporcionalisht. More zot ne, unë e folim për gjithësi për një maturant, nuk thash për vetë vetën. Okej, folim O, shumë. se unë kom pasën në shok që nuk kanë qenë shkollë të muzikës. Pse më qetë për takti, kote kote. Kalma. Ma e takti në regjia. Dusha të thëmë që preokupohet njëri me qish dhe veshe, si dhe veshet, si dhe duket, ku dhe duket, a dhe duket, as dhe duket. Dhe me thonë, në stop ajo imaginata e një maturanti, ta quim ashtu, në stop të bjetë që jene me ndonë maturën, ku dhe shkone, si dhe dalen si ret për shembull. Shumë kollaj si Frizurën ta se bojmë. frizurën duhet ta bojnë. Ne do shkone ke fotostudio Muça, do dale si rep. Si... Ne Si zakonisht. Si zakonisht gjeneratat tona kina dalë ke fotostudio Muça, ka qenë Muça e vjetër. Te është hala ma e re Muça, se e ka renovu. Mund shkojnë dalin si ret, nuk vetëm maturantët. si... Kit njerëzit që ishe egzistojnë, mund shkojnë dalin si ret, nëse du në dalin alis si ka hije një njeriut, mund shkojnë ke fotostudio Muça. Respekt e këshi. E që kjo regjia filozofia, kitë se ajo ka një para pregaditje njerë, para se të buhet ajo, do me thonë, meret një hujum si starti ullët kur nesës në garen si shtej, para pregaditesh, njerë sa të mrejsh, Kje starti lartë. ke starti i lartë, ma pa ngresh, Shumë pa kështë, si ishte, kujdi si ishte, Ska keni pas fiskultur ju atje? po kishim, vitin e parën, ditin kishim fiskultur, e ma ishim ke sallë gjimnazit, Alil, nëse do në të dish. Po që prap me gjimnazin i një lithju. Ene te, koma e keqa se ti para pregaditesh, mridesh, kur vin note maturës te pi tolloveje, pi shashtes me shmodhe, E ho piskën. Piska. Është, për natë mosh, është nata ma kryesore e një njeriu që mund, 18 vjeçare që mund ta përjetone, është nata e për ato maturës. interesant.
Ka ne do gjëja tjera, para maturës të për herë shef ku dhe bish, dukesh pak ma i mirë, Po si. duhet ta kasish mo veshesh si shoku jot. Po, dilni si kunota ati. Dilni si kunota atë, bondo troshaqe, ama Troshaqe personale? Ka ona tjetër e ne darejtesh për maturë. E din? Darejtesh, ja? Po, ta e kit folin njëni me tjetrin, shokët kush sa ka dhonë, qish ka dhonë, pse t'ka dhonë, e din, ka një lezet e në ajo. Po si do qoftë, e din, notën e maturës, nëse duhet ta përshkrujmë, është speciale se është një emocion i pa ndjeshëm ma para, se me matura është ala hepten colli, a ke matura pak i din do gjoja pak ma ndreshe, je rejt, je pjek pak, nuk si une, Je bo maturus. je bo maturus, e ne dhe bësh një fest që shumica thushin që se zdaharot, është një natë magjike. Po, është pak. Bile, unë dhe kështë potencohu se në shkollët mesme, shumica, më thonë pi, se e cekëm se është në faza e ndryshimit biologjike, fizike, kitë këto. Bile, unë e majmen shumica e shokëve klasës kishin proteza. Po, Se do shtë ti drejtojnë dhomët për matur. shokë klasës ti man të tjela, për shembu. Ai ka majt tele, në unë kom majt tele, unë bash për matur, do është e ti qes tele atune. Po, si. Se u morëm vesh me doktorin atere, se pa tjetër duhet dalim para maturës, Për se në maturë. matur duhet dalish dhomët tuja. me dhomët tuja. Merë po, ne i majtëm ato telat, shpertim e din qish ka hir. Taj, nuk duhet ti mash ato telat, taj e kje alajnerin ke be invincible, ke invisible. Lijat se mund të mash plastika taj, mund t'i ndryqish dhomët e në ma frekse sa me ato fiksnat si kishim, po plus asaj nëse përdorën një gel ke këto plastikat. Këto ka një gel special. Vëndohen këto midis plastikave. E ne ti i vëndon, e ne i drejton dhomët, po e ne i zbardhën dhomët, e ne i zdrejton dhomët. Një othe dipon. Një olthe dipon, do me thonë matur, ato që i shkojnë, mund ti, nëse kanë alajnera, mund vëndojnë një gel ka alajnerat, e ne ti zbardhin dhomët, po e ne ti zdrejsin dhomët. Një olthe dipon. Të kjetë feshte ati, A për këtë- reflektojnë dhomët, ba. Baba e kësaj none është be invisible. Kur ti ish për matur si me leta me hi ati ka goja. Ta i, unë e hejna ashto. Ju kit meri thoni këto, po unë prape mendoj mjerë ato prindër sa troshaqe kanë. Po, ajo maturës. një ma bet Sa i vete. përket asaj, unë kom haro për vete se sa pare kina argju ne për matur. Po s'ka interesohu ti se tjetër kush ka kesh Ka calë që tërkush, o ba. Po, qishtë bësh ne punojsha unë atë vakët, ama pra baba nona ti paguin ato raqet, gjoja, cendet. Ama atër mendoj se ne kina pas pak ma lirë se hipën do gjoja me vakët. Ta i se di se një maturant sa mund t'i kjetë raqet, sa mund të paguat ai. Mendoj se nuk kushton lirë një maturant. E në unë mendoj mund ne të bëjmë një eksperiment social. Çfarë eksperimenti? Për shembull, mund të telefonoj një maturant unë këto. Dhe ishte bash mirë. Interesant. Marim një info Bravo, prej një bravo maturanti. Për iden. Nuk është e nevon, Po. ka 11 dhe një Nuk sentina. fin maturanti ta, i vlon gjaku maturanti. Po si. Sa po ta gjeni një maturant unë këtu? A ke maturanta në Gjot listën? maturanta ku. Sa dush. Unë njihem për kontakte me maturantët. Më e kapish në një lokal kështu maturantin. Ç'është ai Pa dhe përgatitur. maturantin. Ha, Të ba, mali ka. muzikën. Hajde, maturantin të shumë. dashur. Përshëndetje Dali, Përshëndetje maturanti dashur. si e? Mirë falënderit, ju thrasim direkt nga podcasti Quçkat. Oh, Po, dhe do t'jeni në transmetim të drejt për drejt. Ose për të shremti. Besoj se na ndëgjon bukur mirë të treve. pa më vinë zani një sen duplo. Nuk ka lidhje. S'ka lidhje, hiq. Vinë Hajde, zoni pak se flasim Derin dhe direkt. respektin. Ne bëjmë një hesab këtu. Po. Sa troshaqe personale mund të ketë një maturant për matur. Që ku i kje shokët quçkatatorët do të bëjnë pyetje. Ju lutem. Personalisht, unë e këshu, dhe të pes, sa të kanë kushtohu raqet? Pike patikat, Raqet. njerë ke kësula nort nëse ke vëndohu dhe një shishir. Para fërsisht ke 300 Evro. euro.
300 euro. Sa të ka kushtu dhurata e partnerkës? Po shte dhurate pa... Ma jep kasës, kallëzë drejt. Se kum gji ala, më pa 50 që... Një 50, 350 u po. Që i ma shënimet më këto. 350. Sa të kushtoj dal një siret për shembull, ose sa do të kushtone? E dal një siret 1.000 dinar, po. Okej. Vazhdojmë. Maturën ju ku e festoni? Në restorant, s'ka nevojë. Në MMV. Në MMV, më Shik, thonë ne ekskurzion. ishme Qani, dorë trokitje. Te këto përpos viti 3 e vitin e 4 shkojnë në ekskurzion, po si do të qoftë ne dhe e diskutojmë. Ma sa kushton kjo matura jote si do shkosh te në MMV? Po me gjithë odhen, me gjithë akomodimin, 200 euro, po. 200 euro ato. Shumë fort. Qera troshaq, sa pare të morish me vete me vlajn? Ose pa vlajn, vetë meri. 250 të nesër. Sa? Pa 250 të nesër. Po te a shkon gjish raqa atje, ç'ish bën? Ka Po hip, valla, do të tjetë ka parë. hip leku ote, o bo 95. Dhe një troshaq tjetër nuk ke, mendoj. Troshaqe qera kësho për rodh, Për rodh. të na gjindën. Sucki Troshkovic. Respekt maturanti dashur. Faleminderit shumë që u inkuadrove drejt për drejt. Faleminderit. Një dorë Natën e trokitje. mirë dhe maturë të bukur. Urime matura. Urime matura. Faleminderit. Kështu që sa i bie një holl e holl kështu? Sa i dul babas këtij? Se djene kush ishte? Që miku ta i dhe të bëjnë një hesab, tu kemi 350, 370, 570, e në 250, 570 e në 250, 820 euro. 820 euro. Ta e ki e ka 820 euro, Ma ta dhash morim zoti bliznok të kish. Oh, Ma i keqja, din qisha? Ma i keqja o ta kish një vlla viti 3 që shkon në ekskurzion në Turki. Au, mira i babe. Atero. Luse, naj. Abe prap, ekskurzia është tem tjetër, ama për matur, nord poshtë, pa 500 euro, këto si shkojnë në Shqipnej, nuk i ka përcen. Nuk. Është keq. O keq. Është keq. Ta i lumi aj që i ka, mjerë aj që i s'ka. E na që s'ka, duhet gjindet to vlla, se nuk do nas njëta da e fëmijun pi tofës. Mendoj pe, regjia. to nxënësit solidarizohen me shokët. Okej, asnjë se lën shokun bal. Pa to se lën shokun balt, ama duhet shkojnë edhe në këmbimore këto më duket se regjia. Do ti bëjnë këto që shkojnë në Shqipëni do t'i bëjnë Këto duhet t'i bëjnë dinarët euro. ti bëhet dinarët euro, që është Lili dhe vë diftoj si bëhet dinarët euro. Shkoni ke këmbimorja i bëja. E ne i shëndronin dinarat euro, eurot në dinara. Shizë një dy falci. Nëse kini pare falc, vu diktoni i bëja, vu paratit, vu shonë polici. Mund shkoni t'i ndroni paret ke këmbimorja Ivo, mendoj, pse të mos? O, si, unë mendova se tani kështu për laboratoria. Nuk është me për laboratori për numro pare, o kjo? Ivoja na mundsojt na hape një maqin për të numro pare, se njerëzit mendojnë se ne kina bo shumë pare. Më i vendati se të ndej se pra. Bobe se prapë. Po drole pjaset i shmoni. Kush do t'i numrone paret, mos shkone ki i bëhen t'i numrone paret. A i njef i bëja paret? Si nuk i njef, ama en ma shumë paret e njofin i bë. Nejse. I bëja dhe vaboj. Ndashën e lek mund t'i bëni ke i bëja që ti si në lek mori, ha? Nëse e ronconi shumë i bën, e ne jen, kine mund vu bën e i bën. Le të Nuk e ka kthehemi në problem. tent të dashur të shkatatoa. 820 euro kushton një maturant sot. Shumë Më pare. thonë, një prindit i dalin 800 euro pi gjepi për ta feshtu Feshtën e maturës. maturës. Mirë, po kjo nuk është problemi që unë e mendoj. Problemi o tjetër, Unë e Beregjia. shoh tjetër problem. E në unë e shoh këtu tjetër problem, se dia e kina a ndajmë njëtin mendim momentalisht, a kina telepati shefni me ju, këtë punën. vllazë, se nduket Se se pyetjen si e za do kishte më bë. Regjia, sa është e rëndësishme matura? Sa është, pse kaq buj bëjmë ne matura, organizime, kjo që ajo. Ne bëjmë buj si maturant ato, bëjmë buj për ta festu maturën, ama ka ana tjetër, unë mendoj,
pse e kom lexuar mendimin e regjisë, se kjo muaj maj është një mundësi për organizatorët ekzekutiv të shkollave që qesin ndonjë troshak të paguajnë ndonjë ratë që i kanë me të fuc gjatë marsit e ne. Ja, ki ku dul. Ja, ku dul. Po dash din, dash modil, taj ne le vëndojnë kitë dorën zemër, e ne le thujnë se nuk kanë mendohë të shko në ekskurzio se të shko për matur të festojnë, au në angullën, thujnë. E din, taj të foli me Gjoana. Nuk në ngullën, po kur i pesin shokët, shembull gjimnazi, ose një gjenerat ma herët, sa vë dul matura juve, për shembull ti i ka dal dëkun 200 euro ekskurzioni me maturën. E ne thot, mirë, nuk va pas ka ngull shumë. O normalizomo, O normalizohen ngullmja. Se kjo muhabet real. E din, nuk duhet ta egzagjerojmë ne këtë punën. Të organizimet ekzekutive që bëhen për matur, për ekskurzione, për gjoja, për sende, bëhen nuk janë shumë transparent mendimi. Bile në sa kom informata une, si mjet ala e kanë egzagjeru këtë punën e maturës, nëse nuk jom gabim regjia. Maturën mo nuk e organizon shkolla. Po. Ja. Jo, maturën mo nuk e organizon shkolla. Maturën e organizojnë mo vetë nxënësit. Po. Bile. Vetë shkojnë ato? Nuk shkojnë vetë ato, do vjena atë une. Maturën e organizojnë, do me thënë bordi ekzekutiv, vë thot nxënësve, ne si mjet juve nuk vë organizojmë maturën. Nuk kemi drejt. Nuk kemi drejt juve të organizojmë maturën, thjesht. Ju duhet të organizoni ose vetë. beti jo, nuk përzihemi. Nuk përzijëm. Dë vje mua beti atë mon përzini mua. Plus asaj, une sa kom dituri, prindërit duhet nënshkrujnë një deklarat me përgjegjësi morale dhe penale, për ato si une si s'kan qenë 18 vjet, se e lejojnë fëmijën të shkonin matur me përgjegjësinë e prindit. Ama çish është ma interesant ke kjo? Për qenë ma të sakt, Lili, mos gabo, me thonë, në këtë rast, bordi ekzekutiv që i thot Lili, në këtë vit, kanë nënshkrujt deklarat se tërhiqen nga e drejta penale dhe morale për organizimet matura. Në më thonë ai nuk manë përgjithësi hiq. E në moment kur maturanti thot, po që të bëjmë ne du matur, thot, keni drejt ju ta vetë organizoni. Po si do organizojmë ne, nësë kush do marrë përgjithësi për ne, se ne jemi 18 vjet, 17-18 vjet. Ai thot dhe nënshkrujnë prindët, se prindët do marrin obligim moral dhe penal, që ju të shkoni të festoni maturën. E kalzom të mu, cëli prind nuk e nënshkru në dokument. Cëli prind ka qef që djali ati ose cuca ati më shkue me shokët matur. Askush. E në prindi me vedjet plot e nënshkru. E ne pse prindi nuk shkon me atë matur. Nuk prindi nuk shkon, ama prindit ja imponon për shembull profesori, jam 100% i bindet, nuk profesori, po bordi ekzekutiv, do thom unë, se nuk shkon vetëm profesori atje për matur me ato. Ne nuk e organizojmë. Do të thonë shkon. Nuk, saglom unë jam i bindet se duhet vuçohet dëni ftes në pinzënësve, duhet vuçohet ftes bordit ekzekutiv. Ta loja o kështu, ta bëjmë si loj. Ju, ne nuk kemi drejt të organizojmë juve matur, ama ju keni drejt të organizoni vetë. E në te organizon, në shkruan baba, nana, se te të lenë, shkësh ku do të shkësh. E në këndi thot, ama ju vetë së në shkoni, se ju nuk jeni të... Kush dhe një do të kujdeset për ju. Se jeni të mitur. Po e thot, kush do kujdeset se ju tërhiqeni pi përgjithësis? Thot, s'ka lidhje. Ju nëse na bëni një ftesë juve, neve, ne do vim. E kuptova. Në thonë, unë do tërhiqem pi përgjithësis, ti dhe morish përgjithësin, 17 vjetë shkësh në Shqipnej, ama dhe ishte mejë. dhe ishte mejër, taj dhe kush të vurej e mas juve. Të vurej e mas pa përgjithësi. Ena i shkon, i lak komët në bazent, pa pare. Dorën në gjep nuk e fet. Po, si zakonisht, po, prandje përmenda e në parës, se shqip mas asaj që paguan do kredite, plus asajna. Ka dal një pushim falas taj po në modhe. Okej, ne nuk kemi kundër, se një profesor nuk e meriton një pushim falas. Po pse një nxënës nuk e meriton një pushim falas, po profesori e meriton një... Pa e ne këto nuk jam kundër unë, në nxënësit ma shumë bilen, kur në kitë botën napin ekskurzione, ndihma për fëmijët, për studentet, për nxënësit që ato të shkollohen,
kene o pak kontra. Kene nxënë si tapin ndihma për bordet ekzekutive që të shëtisin dhe t'i lagin këmbët në për bazende. Ti lagin këmbët e në më majnë asë një përgjithsi. Kjo nuk o fet. Të të shofet e tu mejt atë, ne thotë, s'kom për përgjithsi. Ti në faktin tonë profesorët na jetë 100 zhak neve, ne Ishin majsh zhak në drogë. pjashin për trolli. Unë e maj mend se kom hongër qitekt në ekskurzie na nuk kom kështu hongër. qitekt merë kom hongër, ama i lumshin durët e nati profesorit, se mondesha në movik këndi prap. Unë mendoj Më ke habit me këtë informatë. Kjo një problem që ka ndodh këtë vit mendoj unë. Kjo po unë Ma para s'ka qenë kjo. Ma para s'ka pas ka pas përgjithësi ka pas përgjegjes se kush e çon, kush e organizon atë ekskursion. Nuk mund të t'jalosh një maturanti, një fëmijë 17 vjet, 18 vjet përgjithësi të organizuaj për 200 vet, ti çohen në ekskursion në Shqipnej e ne të organizojnë natën e maturës. Po tamam. Unë jam këto me te regjia. Kjo është, Pajton. mendoj se një gabim teknik o bo këto, mirë po besoj se mund të e ne ta përmisojnë këtë bordet ekzekutive dhe Ministria e Arsimit. Të more masa këto e ne t'i dalin që është kësaj pone, se nuk do ishte pëlqyshme për mu të shkojnë nxënësit pa përgjegjësinë e profesorëve dhe Logjik. udhëheqësve të shkollës. Përveç asaj, Halil, këtu në këtë muaj më lidhen do pare, do shuma maramënce, mohim të bëjmë matematikën të atene, pse va kemi bo, dalin do shuma maramënce, Në gjia që ke këzdis këtë javë. jo më këzdis o vlla. Po s'ka Nuk fajtë këzdis se nuk ka qëllimi se ti e vjedh një maturant, se ti nuk e vjedh një maturant, se ai s'ka që shti vjedhish. Po. Ti manipulon emocionalisht me atë. Me thonë, ti e pret pikën ku ai don të festohe, të bëhe feshte me shokët, te atë e godet. Atë e godet, nuk përzije mune, bëni ju që duni, a këndia lishan ujtin në përkon. Ja gjek diqinshën. Te mendon se prindi nuk e din? E din. Bue prindi Po shkrenë. s'un janale, se nuk do n'askush, unë fëmiu tim nuk janale, sa do që të më thot, ai 3.000, 4.000, 5.000, unë dhe kem qef nëse kom mundësej, ta qoj ta feshtue me shokët natën e maturës. Kitë përgjithësit e në për kitë gjeneratën i merë prindi, vetëm më ja prishe qefit. Po, Të në normal. këtë pikë të emocionit të maturantit të manipuloj. Profesione ka. Ku shkojnë me këto pare, o Lila? Ku shkojnë ke këto pare shkojnë në gjep të shurdhër. Taj, nëse mohabetet tona shkojnë në vesh të shurdhër, pare shkojnë në gjep të shurdhër. Bravo Lila, Ma unë kom të tap një dorë trokitje. Që në unë kimi e ki. Se isha tu shpërthej emocionalisht, më te me këtë... Në rregullin a Shep një shurë dhe të keve prapë në podcast, se isha Le të mori dalë pi podcast. përgjithësi prindërit se e vlati dhejmet. Isha të dalë pi podcast, jene pse në 2 ose 3 matura dhe jem unë prezent ku dhe këndojmë. Ate? Ende shof. Duhet në nshkruajti përgjithësi më radhë. Nuk, dalimi im pikit këtimve organizatorëve të ekskursioneve është se unë e bëj direkt muhabet me maturantët. Në moment që më fkat mu unë jam organizatori ose drejtori ose filon profesori të m'apish një ofertë për maturë, unë det ja fek telefon. Nuk bëj muhabet me ju. Unë fkat mi nxënësit to, me ata do bëj muhabet. Bravo regjia. Normal. Bravo. Ato Do vendosin. të shi përshëndetur ka. Ka erdhë momenti të jap dorë trokitje vetës. Bravo. Qeren e do Që ta për te. apim. Regjia. Ta relativizojmë. Po unë do me thonë, ju maturant vesheni bukur, dukeni bukur. E ne mo bani gajle. Sa bani gajle si tjetër kush va bani gajle. Si, Pin normal. mod dhe zëni di bani Gajle. gajlet e juja. Të lutem. Nuk e di a kanë drejt të shembull nëse s'kan qere, çojnë maturë të marrin rentakarme. Po ai që ka lejet vozitjes për shembull, nëse i ka bë 18 vjet, o shkrujt pak ma vonë ke shkolla, nuk si unë ma herët, ma vonë, ai si ka leje, ai lirisht kështu, nuk mund ta ndale asnjë shkon e ke mamaja ta morë X6-ën e në t'ja fejse me X6-ën atje. Si ke mos matura. mundësejës është në jo. Të lutem. Bile me gaz dhe kundi hiç s'ka asnjë problem. Ta vozisin si nder. Ja ve ta vozisin kështu pa. Vozit pa një mëshirë. kujdesshëm, nuk duhet ta vozit një si nder ju. Duhet keni kujdes, si për qerën, si për vetveten, si për kitë gjojat, le kjen kujdes. Ju lutem. Mos abuzoni Ju- me gjërat. Maturant të dashur. Kërkojmë falje pak se dulëm pak pikë kontrolle me këtë muhabetin e Jeger që u agresiv Shaj, na regjia. fejt. Pa njerëz si në shtaj. Hajde le të elaborojmë pak këtë feshtën e maturës. Si do të bëhet? A do të bëhet për shembull ne kemi bërë si banket. Si bankete kina bë. Po,
për shembull këtë rast unë jam për të organizuar një feshte ma rinore. Mendoj unë. Regjia, unë e këto... Ti hikim ati kostumi tradicional. Po, Dasmor. Prap se prap nxënësit vendasin e ne prap ato janë ato mendoj unë se ato duhet vendasin se si ndoshta ato duan si në formë darsmës ta bëjnë, ndoshta ato duan si në formë parti ta bëjnë. Kupton? Unë mendoj për këtë gjë unë që ato të vendasin se si duhet ta. Normal. ju jeni normal, për mu nuk është normal. Për mu unë mendoj ato duhet pëlqin, ama duhet vendose qish është ma mirë shkolla, nuk qish du nxënësit, se nxënësit 17-18 vjeçare qish do dite ma mirë se qish është, që e dim ne si i kena ka përcej maturat tona. Dë një e man men, që unë se maj men, të kishte kontrol ke maturat tona, dhe ishte pak ma mirë, do organizoheshin na për vende jo darsmore, të ishte dhe kundi ku nuk mund të bësh belaja, dhe ishte ala ma mirë. Unë mendoj se përgjithsi plot duhet more bordi ekzekutiv këto, në të organizone një ahenk ku nxënësit dë knoqen e në dë majnë men gjoja. Ne mora tjetën e notën ajo si organizojmë, nëse ne 3 notës kina dalë pi maturëm, 4 sabak e dalë pi maturëm. Mund bëhetën e ma herët. Këto taj më nervozon maturantët, ama kur do vinin më shëntim dhe e kuptoni këto ma bete që shëm të vadifto unë e taj juve. Ose pra baba nona va ban galën. Po, ne i kina bo këto mota ala nona baba na man galën e ne juve dhe va mane, inshallah, ama mendoj se ka përgjithsi plot këto e në shkolla. Shumë thjesht, vendose dënjoni Po, unë mendojsha për këtë mënyrën e organizimit, të Lila Mere tha, e mund bëhet një ceremoni pi shkollës, ku dhe kjetën e një far after party, e kontrolluar, jo e shfrenuar. Ne nuk kina pas një matur ku në borin e shkollës, dhe mund të vim prinderit ton, ke ne o borin e shkollës vim prinderit ne kur lym me lodra. Edin shofin si on vesollet, po nuk bëlla, unë dhe kisha pas qef, maturat organizohet në formë ku kretë nxënësve dhe vundahen ato meritat e veta, dhe diftohen se kush qish ka bo brenda 4 vjetëve, atë arritjen, suksesin e shkollës mesme si e ka, mas asaj një after party si thot regjia me një nivel caktot, ku dhe kjetë kontrol, dhe kjetë edin organizim në regull, se folet për një rini, rini qnosh, nëse do në ta bëjmë, duhet kjetë organizimet mera, nuk djetë organizimet që dalin pi patika shcolla. Folim ka dhe shperti. Në mënyrën e të organizomës, duhet të zgjidhet mënyra ma e merë, ma e sigurt, e ne ma e lezjetshme për maturantët të mbi gjitha, të kisha thonë. E në unë dhe kisha thonë se kjo mënyra organizimit, mu personalisht sëm përqenë, në unë mendoj se duhet ndrohet. Shumë thjesht. Definitiv. Unë kom një pitje gjitha, më vërtet nuk ma një mend as një sampi notës maturës. A dhe regjia taj nuk mbaj mend bëlla, nuk pi notës maturës, as pi notës ekskurzijës, as pi as njësen, nuk mbaj mend se ne, se di ju sa e mbani mend. Dobet. Unë e parqepur. Ajo parqepur që është se ne janë 2007, 2008, tek sa ka dalë iPhone-i me ato dë kush kishte, dë kush s'kishte telefon, nuk kina pas memoria, rall dë një kishte fotoaparat ose si thushim ne digital aparat, do është me memory kartat t'i qëmë njoni tjetrit ne siretat, nuk kishim këtë teknologjin të si e kina me telefonat, se cëli e ka telefonin me kamerë me në gjep. Me qenë se ra fjalla se njerëzit kanë telefona në gjep, ta e si do shkojnë këto në ekskurzione, na për Shqipnej, na për Gjoja, na për Sende, nuk do ishte keq, shkojnë ke Ledikomi në Shkup, të morin dhe një fotroll të mirë, dhe një folit mirë, ta mbrojnë telefonin, më vubojnë prinderve ala troshaqe tjera të vubjin telefona, po e në telefona nëse duhet ka ke Ledikomi. Ka shikir zotit. Nëse sun shkojnë adje mund procesin online, ato me kargo vaqojnë juve njerë shpej ku do qitini. Kështu që nuk ka problem ajo puna e telefonit, nëse shkoni i merrni këto sigurimet i boni para prakisht. Shkoni gjemonja punën e furnizoheni me moll. Furnizoheni me moll ke Ledikomi. Me që përmende të këtë punën e memorijës, unë për shembull në ekskurzion kur kisha një digital aparat të vogël. Këtë janë një teknologjës. I kum qanë një teknologjës, a ma din që ndodhi me atë aparatin, se ne shkon Balkan Trip. Më thonë, e rujta me xhelozia atë aparatin, në fund, ke hoteli fundit që unalem duke në Shqipnej ishim,
E harove. E araba ushtu. Mu fshen kujtimet. Fatkeqësisht. Pusto. Kur Fatkeqësisht. dul aparati me 5 megapiksel u çuditëm atë. E, te, a dis ke qenë në ekskursion? Nuk vlla. Nuk vlla. Nuk na çon, Vërtet? nuk na valles na çon. Çish të bëj unë? No, kom zonë, ta du ma shumë a disin. Qa me dar? Ka nësë të vje gjinot për Njeri i hekave. Nuk Ti gara s'paske vjullet memorie shkollë mesmore. Kujdes se do të shargare për në. Nuk, nëse ta i me shargari për na. Ta e jap nëse. Nortes kom qanë në ekskursion, po çish të bëj, nuk kom faj jem. Pape nuk s'ke faj, shef ti, s'ke, nëzësi nuk ka faj. Ja. S'ka me së më kanë qonë, çish të bëj unë. Okej, ju maturant ne ju urojmë përzemërsisht maturën, a e ne do të visheni bukur, dukeni bukur, të feshtoni, të mani ment, incizoni të një video, që ti kini kujtime, qish mas maturit, sosi maturit, shkove, e ka përceve në 6 javshin. Lauzitetin. Po mbaret me regjia që atej mo ndahet capi pidhejes. Ka do emocione. Këto si kanë shku në shkollë profesionale, për shembull ne kemi në industrialen ku mësojnë elektroteknikën. Do njëni atimve mërzitet se do shkone, do punone ke benzeni në Gjermani. Se ka shumë njerëz pinesh si shkojnë gurbet. E na ato që dun të shkojnë me elektroteknik të punojnë në Gjermani, mund të kontaktojnë benzenin. I kanë dyert e hapur. I kanë dyert e hapura, e ne mund ta gjemojnë punën në Gjermani me punën e elektrikës. Me strujën të punojnë, ato mund të shkojnë atje. Po, respekte. E shumica jonë është në gurbet, që fatkeqësisht shteti jonë nuk na ofron që qatë shumë punë këtu. Ato që i dun mund të shkojnë në atje. Okej, be unë di kisha inkurajo që të vazhdojnë fakultet, vazhdojnë studime, të mësojnë, se një ditë dëbohet me jetë me këto. Si jo. Abe, jo rasisht taj ne... Pa i një shargare, po... A dëbohet me jetë, nuk dëbohet me Pa tjetër se dëbohet. E optimista. Pa tjetër. Morat bëhet. Po. Morat bëhet. Ne, s'ka qare pa mu bo. Inshallah bëhet kur ina ne gjallë. Mirë po, do kur shohim. bëhet ajo? Ajo bëhet kur gjeneratat e reja vetë disohen e ne mësojnë. Dhe me thonë mas maturës, se matura është një fazë, po, ma pa mas maturës duhet të shtrëngohet ka ishi. Si Për të të vetë bo- disa për me të kur i bo gjegim ki- klishne. Për të, ajo është tjetër më betë, ma mendimi jem, për të bë ki vend duhet gjeneratat e reja të shtrëngohen, të mësojnë, të punojnë e ne ta duhen vendin, se Një do tërkiqe për të. ajo është Je diftohu patriot. pa tjetër, Po, patriotizmi ndrejshë nuk diftohet, nuk diftohet, ama ma shumë diftohet kur kontribon për vendin ton, kur mëson, e ne kur krijohen gjenerata të reja të shëndosha. Unë mendoj se nëse kimi një rini të arsimome, është shumë rënd ta manipulojsh. Po do kiet mas janë 20 vjetëve, 30 vjetëve, ndoshta do A kiet. nëse s'kimi unë qëtu për mi kom një flamur, shej? Nëse s'kimi, Nuk ka vetëm ai flamur, nuk ka vetëm ka aparati flamurit e në një flamur tjetër. Tej se kia ati. Tej fatkeqësisht ondra e secillit maturant teenager është martohet me letra zvicre. Se rrogat më të larta janë aty. që të bëjsh be në Zvicër? Si që do bësh në Zvicër? Në Zvicër do shkosh dhe knoqesh. Ku dhe knoqesh? Do shkosh në Langstrasse. Po vlla, Pse vlla? Sa në lang po shtrasë, shko në vlla? Langstrasse është një odhe gjatë, atë ku mund të shkosh tërmot e poshtë. E ne ka një hamburger gjëllnic atë. Ashtu. Po, e cila quhet Big Burger! Big Burger. Hash hamburger. Po, mund të shkosh në Langstrasse atë në ta hash hamburgerin. Ta më mëso se Ke me Big Burgeri. Lutem, ato se untohesh aty, është Untohesh odhe odhe gjato. gjatë. Odhe Ora gjatë. fajde s'ka, ju bëft me Masi Zvicër është stresuse. shtres ka. Për ta fuk stresin, shkon ke Big Burger e hanë një hamburger atë në knoqe. E fuk shtresi, nuk je shtresi. Spekte, respekt. Lutem. Be që mam tek e lila shte Big Burgerin e në këto, se nduket sonte nuk e diktom sahatin si na shkojmë. Po. Sa e Mendoj kina se bore gjë? Nuk e di e kemi ka vërcej sahatin, duket bile i kemi arruën e... Jo, nuk i harrojmë.
Sajlën e sponsorave? Sajlën e maturantëve. Hajde sajlën e maturantëve. Çfarë na ka përgatitur kuzhina për këtë episod, Lila? Çfarë na ka përgatitur kuzhina për këtë epizod? Dënesim pikë sajlë e maturantëve. Optika retina. Për kitë ju maturantët që dë shkoni që në Shqipëni, dë shkokeni. Nëse duni më vujesin vijat këto na përsej, merrni kani pal Siza Dilli ke optika retina. Syza plazhi? Syza plazhi. Mund shkoni të shefni, të zgjidhni, i ka modelet më të reja dhe mund të kënaqeni. Do me thonë, simas Lilës, optika retina ka syza për çdo lloj feshte. Po. E ne Dilli duket Zduket Dilli. Vazhdojmë regjia. Vazhdojmë. Sales call. Doel ose /GmbH. Për të gjithë këto jashtë shteti që kam projekte për call centra dhe investime për call center në Maqedoni, mund paraqiten te Sales Call, edhe ato do mund të va menaxhojnë juve marketingun e kësaj, mendoj pa asnjë problem, hiç, se kam përvojë pune më shumë se 10 vjet. Respekt. Vazhdojmë. Vlak. Vercolung logistik. Unë për vete kisha një përvoj personale me vlagun, e pash tu ka përcej një kamionen, e pash se kina një kamion këtu, që ka erdh pi Zvicre, ka pro mollra. E pa në bashk, po. Atej, mërth interesant, se njeriu bon transportin e mallrave pi Zvicre i bie në Maqedoni, po e në pi Maqedonie i çon Zvicër. Si tha ja sponsori. Po, sa e pash kamioni, thash ja sponsori, ishte një kamioni mrekullueshëm, gigant. Ju pëlqejti kamioni? Më pëlqeu kamioni. Po posa saj ato që bjin kamiana në Zvicër ose qire, mund të bëjnë në carinën, nuk e kam problem hiç. Oh, respekt për vllagun. Vazhdojmë, Elteco ose Ris Home. Ris Home. Bashkëpunëtori Elteco. Bashkëpunëtori Eltecos, ortaku Ris Home. Unë se di ju sa e dini, Ris Home jo është me 3 kat. Ke kati parë ka drita. Unë njerë ke kati ditë komi. E po do t'i pishen e ke kati tret. Ashtu. Ke kati dit ka kësho furnizime për shpejen, ke kati tret ka tekstil. Aha. Duhet hipet ke kati tret, e ne të shefni se ka do gjoja për shpej, mendoj tekstil kësho, qashafa, jasteka, mbulesa, çmbulesa, ç'duni. Çeis, pike, si i thujnë asaj, pike ka ate, mund të merrni ashtu pike me oja me kicka. Para mendoj, njerëzve u mërzitet, nuk u mërzitet, shkë një në Stamboll, Po. Ti hecin ato gjojnë ashtu paqeta me qes. Po. U mërzitet tipin ke Elteka një ke 4. E çmimet shumë volitshme ishin. Po plus kishte në 40% lirim. Ashtu. Kështu që vlen të thotë, nuk ka nevojë të shkoni një në Stamboll, po hipni një 3 kate ke Ris Home, e në do i gjini atë çish ka në Stamboll do kjete në atë plus me çmimin më lirë se në Stamboll. Pa. Na jetë dë një kështu? Mendoj se i na kitë në rregull. I ke falemderomun. Falemderomun Të gjithë sponsorët. Zoti Adisi dhe kishte pas tjep të thësh zoti vështon. Lisho efektin. Hajde. Faleminderim për të gjithë sponsorët dhe zoti vashtoft bereqetin. Falënderit Lila që ma plotësove dëshirën. Falënderit e ne të i regjia. Që na jongre shpirti. Momenta sonte. Ama okej është. E pjesë e loja so, pse jo. Dhe ja pra kështu e mbyllim sajlën e sponsorave. Një duar trokitje. Që një duar trokitje. A kini ndë një mesazh për këto maturantët që po feshtojnë, ha? Po regjia, kam një mesazh shumë. Kena Lili ka një shargaret. Vazhdo kolega të jadje. Lim shargare pose mu. Ju bëft mirë, të nderuar maturant. Matura mbaron, shkolla mesme mbaron, kurse jeta tek fillon. Prandaj, shtrëngonja ka ishin më axhën, ene punoni se jeta ka sfida. Fjallë të urta nga Shoku Silva. Shargi! Gjem gjemosha gjysën bukurosha, na thoshte një arsimtar. Matura
duhet festohet, festonja, knoqeni, gëzoheni, po mo harroni një gjo, se matura nuk është notë e fundit e jetës tuaj, tek kini lind, tek duhet korni sukses. Runja shëndetin dhe vazhdoni me pozitivitet, të reagoni ndaj njerëzve tjerë. Lila me. Bravo Lila. Respekt. Respekt, ju ujti ngrafët dhe në ujti ftafët, që shpret një taj? Shoku Bojler, Si me në bojlerit reagon. Bojleri reagon me dashurin e shkollës mes me të adisit. Ma ka vjedh dashuria. Ta unë gjithë të kohë nga kemi bo për bajrome, për një maj e për 2 maj. Dhe bërë njohën për maturantët. Sa bërë njohë? Ajde. Që një të për kiqja. Po thurja këngës be i dashur. Jeni gati. Gati. Po. Shumë vështirë e kam unë sonte, të ju them shokve jam të mirë. Një dashni që përjetova, a do ta kem këtë ndjenju përsëri. Edhe kjo na mas do t'jemi matura, do t'qaj dhe vajtoj, 4 vjetës do t'i haroj. Edhe kjo na mas do t'jemi matura, do t'qaj dhe vajtoj, 4 vjetës do t'i haroj. Dhe kjo na shpet kalon, më shtatori kur zot na bashkon. Dua koha që të ndalon, zemra ndarjet jo nuk e pranon. Edhe kjo na mas do t'jemi maturat, do t'qaj do vajtoj, 4 vjetës do t'i haroj. Edhe kjo na mas do t'jemi maturat, do t'qaj dhe vajtoj, 4 vjetës do t'i haroj. Për regjim. Bravo Regjia. Dankeschön, meine liebe Damen und Herren. Maturantët po festojnë, ndërsa ne kemi të provë Shefe si ka marrë hujum të Unë u mshele. emocionova, mu vtek pak matura tu këndo u Ashtu. Pra ato backflash. Nisi backflash. Maturës. Thomi prekshë të gjali të izbeson. I prekshë të shumë, ma e morë shkapin. E morë shqapin. Lila. Mund ta përfundojmë zotri Bojleri? Po, zotri Shargi. Faleminderit shumë që na ndjekët telespektator të nderuar. Mos harroni të na bëni follow në Instagram, follow në TikTok dhe në Facebook. Po ashtu, Edhe në Instagram. E ne kani subscribe në YouTube. mos harroni në subscribe në YouTube Po, se duhet ta mrejmë 10. për ta mbrej 10.000. Prap se prap, faleminderit shumë, ju bukurosha urime maturën, shefemi mas maturës. Ciao.